Mirlin Daku i ka dhënë fund agjërimit, teksa është kthyer te goli me fanedhën e Rubin Kazanit. Bomberi shqiptar tundi rjetën në minutën e 29, pas asistit të Gripshit nga këndi, duke i dhënë avantazhin skuadrës së tij në duelin ndaj Baltikas, të vlefshëm për javën e 28 të elitës së futbollit rus. Ky ishte goli i 10 në 22 aktivizime në kampionat për Dakun, i cili kaloi një moment të vështirë, ku për shkak të një dëmtimi qëndroi jashtë për disa ndeshje. Hera e fundit që 28 vjeçari gjente rrugën e rrjet ishte 22 nëntori i vitit 2025, në duelin ndaj Ahmat Groznit.